A e dini se sistemi juaj imunitar mund të forcohet çdo ditë vetëm nga ajo që hani? Në vend që të mbështeteni gjithmonë te ilaçet, trupi juaj ka nevojë për ushqimet e duhura për t'u mbrojtur vetë. Ja 5 ushqime që e bëjnë këtë në mënyrë natyrale. Limoni. I pasur me vitaminë C, limoni ndihmon trupin të luftojë viruset dhe bakteret. Një gotë ujë me limon në mëngjes është një fillim perfekt. Hudhra. Hudhra është një antibiotik natyral. Ajo ndihmon në pastrimin e trupit dhe rrit mbrojtjen kundër infeksioneve. Mjalti. Mjalti ka veti antibakteriale dhe qetëson fytyn. Është shumë i mirë sidomos gjatë stinëve të ftohta. Brokoli. Një super ushqim plot me vitamina A, C dhe antioksidant që ndihmojnë trupin të qëndrojë i fortë dhe i shëndetshëm. Bajamet. Të pasura me vitaminë E, bajamet ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe mbrojnë qelizat nga dëmtimet. Nëse i përfshin këto ushqime çdo ditë në dietën tënde, trupi yt do të jetë më i fortë dhe më i gatshëm të luftojë sëmundjet. Mos harro, imuniteti i fortë nuk ndërtohet brenda natës, por çdo ditë nga zgjedhjet që bën. Cilin nga këto ushqime e konsumon më shpesh? Shkruaje në komente.